Zonja e zotrinj deputet, sot Kuvendi rikthehet në punë për vijimin e detyrave dhe zbatimin e prioriteteve të këtij sesioni, si sesioni i fundit i legjislaturës së 10. Kjo është seanca e parë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe ne do të vijojmë punën tonë sipas përcaktimeve të Kushtetutës Republikës dhe rregullores Kuvendit. Deputeteve e deputetëve që nuk u rizgjodhen apo nuk kandiduan uroj sukses në vijimin e karrierës së tyre profesionale e politike. Në bazë të nenit 7.6 rregullores Kuvendit, kam nxjerr urdhrin për zhvillimin e seancës sotme plenare. Ju informoj se mbyllja e punimeve të Kuvendit është vendosur në mirëkuptim në konferencën e kryetarëve më datë 13 mars 2025 me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të opozitës, ku është njoftuar se seanca e datës 17 mars 2025 do të ishte seanca e fundit përpara zgjedhjeve të 11 majit. Seanca e sotme ka në rendite njoftimin e kalendarit dhe miratimin e programit punës për të mundësuar fillimin normal të punimeve në komisionet përkatëse dhe në seancë plenare. Deri në datën e sotme nuk është zhvilluar veprimtari parlamentare që të ketë diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Diskutimet jashtë rendit ditës janë të parashikuara vetëm në seancat e zakonshme sipas nenit 45. Në bazë të nenit 30 të rregullores ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Miratimi i procesverbalit seancës plenare të datës 13/3/2025 dhe 17/3/2025 dhe njoftime. Procesverbalet i keni marrë në mënyrë elektronike. Ka vërejtje për procesverbalet? Po. Në proces verbal keni zbardhur emrat të tjerë të deputetëve të krahut andej dhe përfaqësuesve të qeverisë. Në fakt do duhet veni në proces verbal emrat vërtet atyre që ju përfaqësoni në këtë kuvend. Fjala vjen, zonja kryetare, ju nuk quheni Elisa Spiropali, ju quheni përfaqësuesja e xhabavëve në Kuvendin e Shqipërisë. Okej, mbylle mikrofonin, s'është për proces verbalin. Faleminderit. Jo, nuk është për proces verbalin, s'është për proces verbal. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në Kuvend gjatë kësaj periudhe janë depozituar 17 projekt ligje të reja nga Këshilli i Ministrave, 3 akte normative dhe 1 nismë deputeti. Të mbaroj unë me procedurën, të mbaroj, i kam të qarta kur jeri ilustruar. Të mbaroj me procedurën, titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e Kuvendit në internet. Ju njoftoj se sot u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punimeve të Kuvendit për periudhën 29 maj 8 korrik 2025 dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim për projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit. Në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 të rregullores, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i Kuvendit e harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim Kuvendit në seancë plenare. Projekt programi automatikisht bëhet 3 javor. Po me radhë procedurat, të gjitha pikat pa tjetër, e kam këtu pa tjetër. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 5 minuta, një folës pro, një kundër. Folës kundër? Keni folës kundër apo të vazhdojmë? Po, Sali Berisha. 5 minuta. Të nderuar deputet, kjo seancë mblidhet
pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjës perdes hekurt në Europën ish komuniste. Kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare Edi Rama përdori 76 milion euro për dhurat për vot për 48% të pensionistëve, të votuesve. Pasi fali 200 milion euro gjoba dhe kamata për të marrë votat. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputet të këtyre karteleve zëvendësoi ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit me Katar, por vetëm njëri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të mduket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ju mlidhi këtu pasi klanet e vrasve, drogës, kartelet e drogës, sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Ju mlidhi sot këtu, pasi për të blerë votat me drogë, kreu juaj firmosi mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në mbar vendin. Ju mblidhi sot këtu në një kohë kur votën e parë të diasporës shqiptare e manipuluat në mënyrën më të egër, kur 1.6 milion shqiptarve ju shkelmuat votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Përfaqësues të klaneve më të egra të drogës dhe vrasve s'mund t'ishit ndryshe, këta mund t'ishit. Po, shumë herë me ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Bari Bajri, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salihi, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdorin ju si leska politike në funksion të prenorive të tyre të krimit. Koha mbaroi. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar.
Folës pro. Niko Peleshi. Zoti Peleshi, vjoni. Jemi si grup parlamentar natyrisht dakord që të rifillojmë punën mbas një fushate të suksesshme për të gjithë, mbi të gjitha për vendin, për shqiptarët. Ose s'është për qeshur, jemi në parlament, nuk jemi në cirk. Nuk jemi në cirk. Kështu që natyrisht që ne kemi plot arsye që të kërkojmë edhe diskutime jashtë rendit ditës, sepse kemi shumë arsye, shumë falenderime për gjithë shqiptarët, por nuk është ky momenti, kjo është seanca e parë, do të kemi disa seanca intensive deri në fillim të korrikut, kur nuk mund të marrim dot më pastaj vendime për të miratuar projekt ligje, kështu që të nderuar kolegë deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po doni edhe të grupeve tjera, të punojmë me intensitet që rreth 25-30 akte të depozituara ti miratojmë në këto 5-6 seanca që kemi në vijim, kështu që jemi plotësisht dakord me këtë renditet vazhdojmë punën duke filluar nga entja tjetër me miratimin e projektakteve. Shumë faleminderit. Kalojmë procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet programi dhe kalendari punimeve të kuvendit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Do njoftojnë nga sekretaria. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 1681 datë 29/5/2025 sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës të seancës së sotme plenare datë 29/5/2025 kur kërkohet ndryshohet rendi ditës dhe të përfshihet si pikë e tretë e tij diskutimi jashtë rendit të ditës. Në bazë të nenit 49 pika 3 rregullores, propozuesi diskuton për jo më shumë se 3 minuta dhe ka drejt diskutojë një folës pro dhe një kundër për jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën? Propozimi? Kush do e bëj propozimin për ndryshimin e rendit? Tre minuta. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ai që shihni aty, ai ndroi mbiemrin. Ai tani quhet Blendi Xhabafti. Ju tërheq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos I drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më I keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendje, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Xhabafti. Ja, ky është. Mos ju drejtoni me gisht, me fjalë të padenja antarëve të Këshillit Ministrave. Kaq. Mbyllë. Edhe ti, ai është një lloj me ty, sepse edhe ti erdhe si spiropalje përfundove. Ulu në vend të heq drejt në fjalës, të heq të drejt në fjalës, vazhdo. Ta dhash të drejt në fjalës, ta heq të drejt në fjalës. Ti nuk mund të vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe turpruese dhe të tentosh të prishësh kuvendin e Shqipërisë. Ta dhash fjalën sipas rregullores. Ta dhash fjalën në mirëbesim që do ta marrësh fjalën për të folur për ndryshimin e rendit ditës. Ky është rendi ditës, keni bërë një kërkesë, nuk dilni të flini për kërkesën tuaj. Kaq. Jo, nuk mund të flasësh, e mbylle për sot, siç e ke mbyllur për gjithmonë dhe me turp. Tani vijoj me votimin. Hedhim votim të hapur me kartona propozimin për ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Kundër? Abstenim, kërkesa nuk miratohet, këtu mbyllet seanca plenare. Faleminderit, seanca e radhës do t'ju njoftohet.